Këtë kanë përgatitur dhuratë, edhe një plakat ta shfrytëzojsh pensionimin sa më gjatë me shëndet, lumturi dhe gjithë mirat në familje. Pas një rrugë të gjatë për kushtimi dhe angazhimi në fushën e arsimit, profesori Ismet Feza ka dalë në pension, duke përmbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës së tij profesionale. Profesor Feza është njëri ndër themeluesit e shkollës së mesme Drita, e themeluar në vitin 1991, një institucion që u ndërtua mbi vizion, sakrificë dhe dashuri për dijen. Edhe pse nevoja për kuadro arsimore, veçanërisht në lëndët profesionale, ishte e madhe, ai u punësua relativisht vonë në shkollën e mesme në vitin 2004, duke sjellë seriozitet dhe përkushtim shembullor në punë. Gjatë karrierës së tij, krahas lëndëve profesionale të drejtimit të makinerisë, profesor Feza ka ligjëruar edhe matematik dhe fizik. Në vitet 2007 dhe 2008, ai kontriboi gjithashtu në paralelet e disperzuara të shkollës së mesme në Zhitosh, ku me të njëjtin përkushtim dha mësim në lëndët e matematikës dhe fizikës. Në ditën e fundit të punës, me një koktej modest, kolegët nga më i riu deri te më i moshuari vlerësuan kontributin e profesorit Ismet Fezës dhe i uruan shëndet e jetë gjatë. Profesori Ismeti ishim si profesor të makinerisë dhe mra fati të ta kesha klasën e makinerisë, si kryestar klase, por profesori Ismeti ishte një ndër profesorët që ligjëronte në klasën e makinerisë dhe unë si i ri, normalisht si kryestar pa përvojë, profesori Ismeti çdo herë kishte fjalë dhe gjinte momente ku të përmirësoj në raste kur unë si profesor i ri isha pa përvojë. Profesor Ismet, faleminderit për udhëzimet, për mbështetjen që na ke bërë neve si kolektiv i ri. Jam në këshillit të shkollës, si kryesus, neve uruan faktikisht një pensionim, në jetë të gjatë ta shfrytëzoj, do jetë pjesë e kolektivit tonë, edhe pas pensionit, do na shoqërojnë në atë rutinën e përditshme si e kemi pas pjesë e kolektivit tonë. Edhe njëherë ju uruaj pensionim dhe shëndet. E njoh personalisht prej 50 vitesh. Një njeri i përkushtuar në profesion me ambicie, do thoya të tejskajshme. Kushtet tona këto kanë qenë, rezultatet flasin vetë, një mik i vërtet, një njeri i sinqert, një njeri që gjithmonë u ka pri dhe u ka parapri sfidave të jetës edhe të punës edhe të profesionit. Me fjalë mirënjohje u shpreh edhe drejtori i shkollës së mesme komunale Drita Festim Ahmeti, i cili e falenderoi profesorin për kontributin e dhënë në arsimimin e brezave të rinj. Dhe në këtë rast, sot shkolla e mesme komunale Drita ka nderin që të përcjell në pensionim profesor Ismetin, i cili dha kontribut të jashtëzakonshëm në mbi 20 vite, duke arsimuar, edukuar gjenerata të tëra, por çka është më rëndësishme, profesor Ismeti është ai person i cili i dha një vlerë dhe rëndësi të veçantë drejtimit të makinerisë, ku me vetë iniciativë, me vetë financim, me shok arriti që të kompletoj një kabinet të mirëfillt për drejtimin e makinerisë, ku sot e shfrytëzojnë nxënësit dhe gjeneratat që vinë dhe që e lënë këtë tempull të dijes në qytetin tonë të Kërçovës. Në fund edhe vetë profesori Ismet Feza ju drejtua kolegëve duke i falenderuar për bashkëpunimin e sinqertë dhe mbështetjen gjatë gjithë viteve të punës së përbashkët. Unë sot e mbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës time profesionale. Shkolla e mesme Drita, unë pata nderin të jem pjesë ose njëri ndër themeluesit e saj në vitin e largët 1991. Nuk kundërtua vetëm me mure, por me përkushtim, mund, sakrificë, vizion dhe dashuri për dijen.
Unë jam krenar për çdo hap të bërë së bashku me ju, për çdo nxënës të edukuar. Unë ndahem nga detyra, por jo edhe nga kujtimet që kemi kaluar së bashku. Prandaj, ju falenderit, kolegë të nderuar, për respektin, bashkëpunimin dhe miqësinë tuaj. Kontributi i profesorit Ismet Feza në arsim mbetet një dëshmi e qartë e misionit fisnik të mësuesit dhe një trashëgimi e çmuar për brezat e nxënësve që ai edukoi ndër vite.